Përfshirja e emrit të Enver Hoxhës në këtë listë emrash me personalitete të publikuar nga Instituti Parlamentar për muajin tetor shkaktoi reagime të forta dhe riktheu debatin publik për trajtimin e çështjeve apo personazheve të regjimit komunist në vendin tonë. Kryeparlamentari Niko Peleshi e kishte kuptuar efektin që publikimi krijoi dhe në nisje të seancës plenare të kësaj të enjtje kërkoi ndjesë publike në emër të institucionit. Përkundërsaj, mënyra e prezantimit të këtij materiali ka krijuar perceptimin e gabuar dhe nxitur shqetësim, veçanërisht tek familjet e viktimave të regjimit komunist dhe të gjithë shqiptarët që mbajnë mend vuajtjet e asaj periudhe. Kryetari i Kuvendit nënvizoi se ajo periudhë nuk duhet kujtuar në mënyrë të pakujdesshme dhe pa llogaritur mirë ndjeshmërinë publike. Theksoi se Kuvendi ka nxjerrë mësime nga gabimi. Për të adresuar të situatë dhe për të parandaluar keqkuptimet më tejshme, i kam kërkuar Institutit Parlamentar një rishikim të plotë të procedurave të brendshme të Bibliotekës Kuvendit për të siguruar që materialet e ardhshme të shoqërohen me kontekst të qartë historik dhe të shmangin çdo keq interpretim. Por Sali Berisha nuk besoi tek argumentet e kryeparlamentarit dhe akuzoi atë se futi diktatorin Enver Hoxha në agent me urdhër të Edi Ramës. Pasi fusin në rend ndërimesh Enver Hoxhën, duke shkelmuar ligjet vendit, duke shkelmuar rezolutën e parlamentit posaçme për këtë figurë të zezë, për këtë Hitler shqiptarëve, e bëri libraria, e bëri biblioteka, çfarë bëri atë more? E bëri Edi Rama me urdhër, e bëri Edi Rama me Niko Peleshin. Sipas Kuvendit, ky informacion është pjesë e praktikës rutinë të sektorit të bibliotekës, i cili furnizon periodikisht deputetët me të dhëna historike dhe arkivore, me qëllim informimin e përgjithshëm për ngjarje, data apo element të tjerë me karakter historik.